Shikojeni si e kalën atmosferën Remzia me të birin. Remzia Osmani, një nga emrat më të dashur të muzikës shqiptare, këtë herë ka befasuar ndjekësit me një paraqitje të veçantë, jo me vëllaun e saj Nexhatin, siç jemi mësuar ta shohim shpesh në skinë, po për herë të parë me djalin e saj, Hamin. Pamjet e publikura nga gëzimja tregojnë një atmosferë të ngrohtë familjare, ku Remzia dhe i biri këndojnë së bashku. Ky moment i rrallë u zhvillua në një aheng familjar, ku këngëtarja ishte e ftuar duke dëshmuar edhe një herë se muzika është pjesë e pandashme e jetës së saj. Ndryshe, Remzia është mjaft e kërkuar në ahenge familjare gjatë sezonit së verës. Na ndiqni duke klikuar butonin subscribe për lajmet më të reja.